Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun ne falendrojm, atë e madhrojm, prej tij udhëzim, falje dhe rahmet kërkojm. Ai është çka meriton të lutet dhe të madhrohet, për atë jemi të krijuar për ta madhruar Allahun, për atë jemi krijuar për ta falendëruar Allahun. E udhëzimi është në dorën e Zotit. Ne kemi ardhur sot këtu për ta treguar nevojën tonë për Allahun dhe i thomi Allahut: o Allah, na udhëzon rrugën tënde, ja Rabbel Alamin. O Allah, na fal me faljen tënde dhe na mëshiro me rahmetin tënd, ja Rabbel Alamin. O Allah, nasip na bën Jannatul Firdausi me Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Dhe i çojmë salate nga ky vend i bekuar në këtë ditë të veçantë, duaja më e veçantë, i çojmë salate dhe selam e pejgamberit alayhi salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm në këtë xhami, sot mesazhi i kësaj hutbe është 4 helmet e zemrës. Rreziku i saj dhe si ta shërojmë zemrën nga këto 4 helmet. Po filloj me një hadith shumë madhështor, hadith gigant, hadith që rahaton shumë zemrat e njerëzve, dhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam: Ela inna fil jasadi mudgha. Në trupin e njeriut është një pjesë e mishit. Thot, nëse rregullohet ajo, rregullohet gjithë. Nëse prishet ajo, prishet gjithë. Ela wahiya al-qalb, dhe ka thënë Resulullah alayhi salam, ajo është zemra. Sa do të flasim për 4 helmet e zemrës, që ka tregu pejgamberi alayhi salam, nëse prishet zemra, prishet çdo send. Edhe shiqimi i parë në ditën e Kiametit, Allahu nuk shiqon pasurinë, nuk shiqon trupin tanë, por i shiqon zemrat dhe veprat e tua. Ne kemi ardhur këtu për ta pastruar zemrën. Edhe realisht xhamia është filter i gjunaheve, namazi është filter i gjunaheve, istigfari është filter i gjunaheve, lutja është filter i gjunaheve, dhe ne vazhdimisht vim të pastrojmë shpirtin ton. Allah i pastroft, ja Rabbel Alamin. Pse thami zemra është qendra kryesore e kujna? E imanit. Imani është taqwa ha huna, devotshmëria është këtu. Qendra e karakterit është në zemër, qendra e besimit në zemër, qendra e dashurisë në zemër, qendra e moralit në zemër. Po nuk mund më kanë zemra helmum edhe në zemër me pas iman. Ushqimin të cilin e han të helmum, mini herën nxjerr. E zemra e cila është e helmum nuk e pranon imanin, nuk e pranon moralin, nuk e pranon karakterin e mirë, për çka i nxjerr. Prandaj Islami starton ty dhe mu më na bot tërbije që mës me infektu dhe mës me helmu zemrën, dhe duhet me rujt zemrën nga helmimet, se helmimi i zemrës është më i rrezikshëm se helmimi i trupit. O vëllezër, helmimi i zemrës, krejt llojet e helmimeve shkon në parapateka i gjen të trupit, i gjen antibiotikat, i gjen barnat. Ama gjemna dikush një barnatore për më tashnosh zemrën prej hasedit. Gjemna një barnatore, një hap e cila tashnosh zemrën, do në thot prej kufrit, prej shirkut, prej hasedit, prej xhelozijës, prej mendjemansijës, prej dyshimit. S'ka. Ku i ki këta patek? Pjem kallëzojun. E ki në Kur'an dhe në Sunet, dhe s'ka që tërkun. Edhe kush lyp që tërkun ka dallashit, e ka dallashit adresën, e ka gabu adresën. Adresa e vetmje e kontrollit zemrës tënde është mju kthy atij që ata ka dhënë ty zemrën, mi thon: ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që i forcon zemrat, forcoje zemrën në rrugën tënde. Kjo është. Prandaj ju që keni ardhur këtu, edhe unë kemi ardhur për ta pastruar dhe forcu zemrën me Allahun ton. Pse është helm? Ulemaja e kanë quajtur helmet e zemrës,
pse është shumë i rrezikshëm. E para, shkatërron qetësinë e zemrës. E dyta, e prish lidhjen shoqërore. E treta, e bën njeriu të padrejt, zullumçar. E katërta, ja hap dyrt, konak shejtanit i bën në zemrën tënde. Edhe e pesta, e hap rrugën e frigës, ankthit pa nevojë. Sot ka shumë njerëz që gjumin se bën rahat për shkak zemrës të helmum. I ka prish raportet për shkak zemrës së smut. E bën njeriu zullumçar dhe të padrejt për shkak zemrës së smut. I hap shejtanit konak në zemrën e tij dhe ka ankth dhe frikë. Hoxh, cilët janë ata në pika të shkurta? E para, është urrejtja al-hiqd. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, njeriu më i pastërt në zemër, ka thonë, mos urrejni njëri tjetrin, mos urrejtjen mes jush. Kush ka thonë njeriu më i pastër, sepse shkatron më të çmueshmën. Prandaj hasedi, el-hiqd, urrejtja, ku e ka venin? Në bark, në xhep, jo, në zemër. Ta djeg zemrën, ta shkatron shpirtin, ta prish gjumin, ta prish rahatien, sepse shkatron më të çmuarën zemrën. Prandaj mos e lejo. Çka thot pejgamberi alayhis salam, njeriu më i meçur dhe më i pastërt në shpirt, ka thonë mos urrejni. Kush don ilaçin me marr, në ta merr prin këtë moment, le ta largon, do të thot urrejtjen nga zemra e tij. Ho, çish me shnosh nga kjo? E para, falje dhe lutje për ata çka e urrejnë. Kjo është burrnia më e madhe. Ndëgjoni me vëmendje. Do të thot falu për atë çka e urrejnë, nëse don Allahu ta largon smundjen nga zemra. E dyta, mendimin e mirë për njerëz të mirë, s'bën fjalë, po edhe për të këqit më ndroje mendimin, se ndoshta mendimi dhe lutja ndron edhe ata. Mos e shto dozën e zullumit në mendimin e keq për tjerë. Dhe e treta, kujtimi se Allahu të fal nëse ti e zemërgjan dhe e largon këtë vest të shumëtum. E dyta, që ka lidhshmëri, është zilia e hanë të mirën sukur zjarmi drut, ka thonë pejgamberi. Qysh i djeg drut? Ka njëherë, çka është kjo zilia? Ziliçari nuk jeton i qetë as një ditë. Pse? Sa ai shiqon lumturinë e tjerëve, jo të vetëm. Ai e ka synin të tjerët, jo tek kënaqësia dhe kaderi i Allahut. E çon në gibet, padrejtësi dhe rikësi. Dhe e katërta, zilia është shkaku që Allahu e largoi shejtanin prej xhennetit. Qysh me shnosh, edhe kjo është apet. Lutje ndaj madhnisë Allahut, lexo, ban dhikr Allahun, sidomos lutjet dhe dhikrat që ta qetësojnë shpirtin tanë. Helmi i tretë është helmi i një forcës të jashtme, ai dopt mrena. Cila është ajo? Është kryelartësia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, helmi i tretë, e para ke urrejtja, e dyta zilia, e treta kibri, që të shkatron zemrën dhe nuk ka ilaç mbarnatore, po ka në Kur'an dhe në Sunet. Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, nuk ka me hinë xhennet ai i cili ka një grimës të kibrit në zemrën e tij. Mendimansia është kur njeriu e njeh, e mbi vlerëson veten dhe i urrejnë të tjerët dhe mendon se kjo është më i meçuri, më i dituri, a realisht nuk është kur gjë. Pra në momentin e parë, edhe kjo është cilësia e shejtanit, që Allahu e largoi prej xhennetit për shkak mendjemësies. Pse është helm? Pengon pranimin. Kibërlit nuk pranojnë nasihat. Asnjëherë kibërlia nuk e pranon këshillën. Pse? Se zemrën e ka të ngurtë. E dyta, shkatron për ulësie, nuk për ulen ato as Allahit, e as këshilltarit, e as më të mençurit, ai e ka tek menën. Pse? Ja ka dhënë menën dhe zemrën me qira shejtanit, ai ja menaxhon. Është mendjeman, nuk pranon nasihat. Dhe treta, largimi i shejtanit ishte shkak prej xhennetit për shkak mendjemansisë. Dhe e fundit është, helmimi i fundit është dyshimi, shybja, vezvesja. Edhe kjo është një prej smundjeve më të mëdha. Neve na dukun do të jem shumë të mëshëm, do intelektual, do zengina, ama këtë vezvesen mrena janë. As gjumë rahat s'ka. Pse? Se zemrën e ka të smut me vezvese. Prandaj, pse helm është? Për shkak se kjo ta prish më të çmueshme në zemër vezvesja, fillon menon keq për atë, keq për atë. Kush fol, veç keq menon.
Kush ta jep mendimin e keq? Nuk ka mundësi me tar mendimi i keq prej melaçeve. Mendimi i keq vjen prej shejtanit, të cilën ti ja ke qel autostrad, të kanë hinë në zemër, të kanë bën konak mrena dhe ti mendon vetëm keq për gjithë të tjerët. Humbja e besimit tek Zoti dhe te rreziku, te kaderi, te përcaktimi i jetës mbjell dyshimin njeriu në vetvete. E dyta, pse është helm, fillon njeriu me dyshu vetëm te vetvetja, te këtë dyshan. Edhe mendon se kjo është i përkrym, edhe hap rrugën e frigës dhe ankthit. Edhe si shnoshet kjo, mi thon Allahu, o Allah largoma. Çka kënojna na më shumë ti për vezvese? Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Këto janë surat Ayatul Kursi, banë dhikrin e sabahit, akşamit. A dini që ka njerëz shumë smut se nuk i lexojnë këto sure? S'ka ilaç më të mirë për vezvesen se Ayatul Kursi. Kënoja elhamin 7 herë, suratul Fatiha. Kënoja 7 herë Ayatul Kursi. Lexoja 7 herë kul huwallahu ahad. Lexoja 7 herë kul a'udhu bi rabbil falaq, edhe kul a'udhu bi rabbin nas, me emrin e Allahut kanë më të largu vezvesjen. Edhe kjo është një prej smundjeve shumë dominante në shoqërinë tonë. E lutsmi Allahun e Madh që Allahu neve të na jep dije dhe të na largon këtë smundje të madhe në zemër, sidomos në këtë kohë dinamike ku shejtan dhe bashkëpunëtorët e tij shkatërrojnë qendrën kryesore të imanit, të karakterit, të moralit të besimtarëve, ajo është zemra. Prandaj me pas kujdes, filluam me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se rujtja e zemrës është prej prioritetit. Para se me rujt trupin, dush me rujt zemrën, se Allahu nuk i pranon veprat posa prej zemrave të pastër, nuk i pranon lutjet posa prej zemrave të pastër, nuk e pranon adhurimin posa prej zemrave të pastër, dhe në xhennet nuk mund me hi askush derisa nuk e pastron zemrën. Kemi ardhur me pastru zemrën në këtë ditë xhuma. Allah i pastrov zemrat tona, ya rabbel alamin. Allah i na largoft nga këto helmet e mëdhaja, nga zilia, nga xhelozia, nga dyshimet dhe nga mendjemësia, ya rabbel alamin. O Allah, mushi zemrat e gjithë muslimanëve kudo që jenë me dashuri. O Allah, banë këtë xhuma të begat dhe të pranuar me falje, ya rabbel alamin. O Allah, na largo këto smundje kur dalim prej xhamisë, të mendojmë mirë, të veprojmë mirë, të pastrojmë shpirtin ton, se një ditë kemi me dalë para madhnisë Allahut në Kur'an, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdes as se si vetëm se si musliman. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.